Të dashur shikues, jemi me emisionin Fundjavë, po vazhdojmë tutje për një tjetër bisedë këtu në studio. Do të flasim për një përkushtim të një nënieje që është bë frymëzim për një këngë. Bashkë me mua në studio sot zonja Hatixhe Krasniqi, mirë se erdhët, shumë kënaqësi. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Si dhe Uran Hamiti, shumë kënaqësi Uran si gjithmonë, mirë se erdhe. Mirë se të gjej. Si po ecin fundjavat për ty, gjithmonë je me shumë gjëra të reja për me na tregu këtu në studio, po besoj që edhe sot keq ka na tregon, apo jo? Çdo fundjavë e kaloj me një energji, por nganjëherë përsëris edhe detyrat. Përsëris detyrat që i kam për javën tjetër. Do thot, edhe ato që i ke për javën tjetër te paraprakisht i mëson, i ushtron. Po, i ushtroj me nënën. Së bashku, a? Së bashku. Se atë ato lëndët tua të preferuara për momentin? Për momentin, lëndët e mia të preferuara janë historia, teknologjia, gjuha shqipe, matematika dhe fizika. Tek se cila po performon në mënyrë të mrekullueshme sa kemi dëgjuar, apo jo? Në mënyrë më të mrekullueshme po performoj në histori. Në histori më së miri, çka po mëson së fundmi në histori? Së fundmi në histori po mësoj për Ilirin, kemi për qytetrimin e Ilir, kemi mësuar për Ilirët dhe Ilirin dhe kolonit Helene në Iliri. Ta ka ngjall kurreshtin me lexu edhe më shumë, me mësu edhe më shumë për shkak që je shumë i lidhur edhe me libra, gjithmonë lexon edhe libra të ri. Po. Cili ka qenë libri i fundit që e ke lexu? Trimi i mirë me shok shumë i Sulejman Pitarkës. Ka pëlqy ky libër? Më pëlqeu shumë, edhe është një pjesë teatrale që përmban 9 pjesë ose 9 tablo. Personazhet ishin Çeçka Strioti Skënderbeu, Princi Mojsi Golemi, Dafina, motra e Mojsiut, Sultan Mehmeti II, Palush Tibra, mjeshtri Palush Tibra, Konti Uran, e të tjerë. Do të e ke gjetë edhe emrin tënd? Po. Në libër? Po, emrin tim, por është, dhe emrin im e mban emrin e Kontit Uran. Si u ndjeve kur e lexova atë libër dhe e gjete edhe emrin tënd aty? Unë ndjeva i emocionuar. Skena që më la më shumë përshtypje ishte ajo skena në pallatin në Sultan Mehmetit II të Perandorisë Osmane. Çka ndodhi aty që të pëlqeu aq shumë? Më la përshtypje se si Sakibi kishte shkuar te sultani dhe kishte thënë padishau jemi dritur, e solla skllaven. Sultan Mehmeti thot Arnauten, edhe ja kthen Arnauten e bukur. Dhe sultani e pyet si kanë vënë emrin Mirushes, se atë e kanë zënë. Edhe Sakibi ju përgjigj sultanit se e thirrën Mirushen me Ireme. Edhe Sakibi i kishte thënë se këndonte her këngë në gjuhën e saj, nganjëherë çan. Edhe pjesa më tjetër, kur sultani e pyeti Sakibin se ai kishin thënë Mirushes cila ishte dëshira e tyre, si Osman. Krahas krejt këtyre personazheve që i ke lexuar në libër, ke mësuar edhe në lëndën e historisë në shkollë për ndonjë prej tyre figurave? Kam mësuar shumë prej tyre, por kam mësuar për mbretin Enkeleas Bardyl, për mbretin Ataulan Veglaukun, i cili ka bërë një marrëveshje me pasardhësin e Bardylit, Klitin, për të luftuar kundër Maqedonasëve, që pasi u vra Filipi II nga Pausani, pushtetin e trashëgoi i biri i tij Aleksandri III. Zonja Hatixhe, na tregoj edhe Urani pak për këto lëndët e tij të preferuara, fundjavat, se si dëshiron me i kalu, si janë zakonisht fundjavat për juve si familje? Fundjavat mundohemi t'i kalojmë me aktivitete të lira, por në mbrëmje pak na duhet të jemi, se tash klasa 6 Urani
po ka lënë të më shumë, po temat janë më të zgjeruara, kështu që po duhet një përkushtim më i madh, sepse urani përveç mësimeve do të thotë po ka dhe angazhime të tjera që nuk pelojnë vetëm aktivitetet lira. Janë shtu edhe angazhimet uran përveç lëndëve tash në klasë 6, a? Po, Se atë janë angazhimet tua për momentin? për momentin janë angazhime të shumta. Në të martën në muzikë, arsimtarja e muzikës Trëndafilja më kishte vendosur një pesë vetëm se kam kënduar këngën Lule Bor. Është një këngë që të pëlqen, kënga Lule Bor. Po, e kompozuar nga Simon Gjoni. E përmende edhe muzikën, tash ke fillu me u angazhu në këtë pjesë edhe më shumë, me lexu edhe më shumë, apo jo, ka shumë figura në këtë pjesë që din shumë për ta, historitë e tyre, rëfimet e tyre. Për këtë do na flasësh sot? Sot do t'ju flas për Neçmir Pagarushën, e cila me zërin e saj evoluosi shekullin e 20, pra shekullin e kaluar, shekullin që e lam pas. Çfarë ke mësu tjetër për Neçmir Pagarushën, për shkak që e përmende shekullin 20, zërin e saj, gjithçka tjetër? Neçmir Pagarusha ka lindur më 7 maj të vitit 1933 në fshatin Pagarush, që ndodhej apo në afërsi të Malishevës. Babai i Neçmires, Vesel Pagarusha, që e thërriste mësues, nuk e la Neçmirin si yll të shuej, por që të qëndronte deri në krenari. Neçmir Pagarusha nuk e ka ditur kur se si ja ka falur natyra zërin e saj të impostuar, që kur nuk ja diti vlerën. Ajo këndoi 40 vjet, edhe nuk e ka ditur se si po këndonte. Ajo, pasi ka kënduar 40 vjet, e pa se ajo pas ka kënduar mirë. Atëherë kuptoj, pas 40 vitesh. Pas 40 vitesh. Edhe kishte kënduar këngët me kompozimin e bashkësortit të saj, Regjo Mulliqit, këngët Lulzoj Fusha, Lulzoj Malli, Ani Morinuse, Baresha me poezi të Rifat Kukaj, e cila është një ndër kryeveprat më të mëdha të këngës shqipe. Populli ynë, si që thot Neçmir Pagarusha në një intervist, ka një kulturë të lashtë, edhe kishte kënduar në Kosovë, Shqipëri, në Kosovë, Bullgari, e kudo, edhe kishte ndjekur shumë që në familje kishte ndjekur shkollën e muzikës për solo canto, dhe që ndoqi në Beograd për 3 vite rresht, dhe për shkak të rrethanave jo të përshtatshme u detyrua t'i ndërpriste dhe të mos i vazhdonte. Ka qenë ndoshta edhe këta artistët shqiptarë cilët të pëlqejnë ty që pak a shumë të kanë shtyr me u marrë edhe me muzikë, për shkak që do të flasim edhe për këtë. Ke filluar edhe me këndu, një lidhje më të madhe sot me muzikën, edhe shumë artistë tjerë që të pëlqejnë. Kush janë ata artistë tjerë? Artistë tjerë që më pëlqejnë janë tenori i skenave prestigjioze, Ram Lahaj, Ahmet Rexhebagiçi, Violeta Rexhebagiçi, Aida Baraku, një artiste që e njohim edhe më sot, artisti i popullit Avni Mula, që ka kompozuar muzikën e këngës Kur këndoj për ty moj nën, sopranoja Inva Mula, një këngëtare që nuk e la askush të shuhej, por mbetet përgjithmonë. Në kohën e komunizmit e kishte kënduar këngën Kur këndoj për ty moj nën, edhe më pas e kishte kënduar edhe Ardit Xhebrea. Një artist tjetër që më pëlqen është Piero Çako, në këngë magjike ka kënduar në duet me Rovenila Dilon, ka kënduar këngën Për një qast më ndali zemra.
I përmend edhe disa prej këngëve, kështu po e pyesim pak edhe zonjën Hatixhe, si filloi Urani të shpreh këtë interesimin edhe për muzikën, për shkak se e dim që din edhe biografi të kompozitorëve më të njohur botëror, tashmë është futur pak edhe në këtë pjesën e muzikës të mirëfillt shqipe. Urani qysh I vogël do të thotë ka ndëgju muzikë, edhe fiks ka ndëgju muzikë të mirëfillt shqipe. Mirë, po do të thotë ta fitoj besimin, ishte viti fundit kur tash në shkollë të muzikës ka edhe koren. Aty do të thotë është ngjalla I interesimi edhe më I madh për muzikën. Në fund të vitit 2025 ka qenë pjesë e korit I cili e mbajti një angazhim për ambasadën suedeze. Do të thotë aty thjesht I mura ato hapat e parë dhe veç ishte I gatshëm për të performuar dhe edhe për publikun. Kështu që krejt në fund kishim edhe studion e korit Vita e cila e mbuloj të gjithë këngën dhe ja, doli. Uran, kur të ngjalla jo dëshira që edhe me fillu me këndu, përveç se me lexu për muzikën e mirëfillt shqipe? Më ngjall më 11 vjetor 2025, ku me korin e shkollës së muzikës Prenkjakova interpretova në Klan Arena për ambasadën e Suedis me rastin e festave të fundvitit. Gjithashtu e përshëndes mësuesen time të korit Adelin Ndreca Kolaj. Si ishte për ty ajo ndjenja, skena, emocionet? Kisha emocione? Nuk kisha as pak emocione. Por e ndjeja veten sikur jam në skenë edhe po interpretoja në një kompeticion, në një ngjarje muzikore që është diku në Kosovë. Edhe aty e ndjeva, sikur jam në skenë. Të pëlqen kjo ndjenja e kompeticioneve, skenave prestigjioze, përmendte edhe Ram Lahaj që ngjitet në skena shumë të mëdha botërore, I përcjell? Po, e kam dëgjuar, kishte kënduar këngën Pishtalecat Pale Pal në Shën Petersburg dhe në një version, edhe në mbrëmjen e fundit të Festivalit Ndërkombëtar të Operës Ram Lahaj dhe Miqt. E ke përcjell edhe atë ngjarje? Po, Ram Lahaj dhe Miqt. T'ka pëlqy? Po, edhe këngën Pranvera në Prishtinë e kishte interpretuar në edicionin e 5 ose në edicionin e 4 këngën Pranvera në Prishtinë me Charles Castronoman dhe Murat Kanhan. E ke përcjell të thotë edhe atë performancë? Po. Të pëlqejnë këto skenat e mëdha, skenat prestigjioze? Po, më pëlqejnë shumë. Edhe ka interpretuar këngën Pishtalecat Pale Pal në Stambull, që dikur quhej Konstantinopoj sipas perandorit romak me origjinë ilire Konstantin. E përmende edhe pjesën e 11 dhjetorit, performancës tënde ndër të parat, apo jo? Ka qenë një ndjenjë shumë e veçantë për ty, pastaj muzika vetë se ka qenë gjithmonë pjesë e jetës tënde. Po si të erdhi ideja që me fillu me këndu edhe me bo edhe një këngë tëndën? Ideja lindi që më parë, pronari I korit të fëmijëve Vita, Avni Krasniqi, të cilën e përshëndes fort, më pyeti se a mund të këndoja ndonjë këngë, anglisht ose shqip. Më parë po kisha shumë për të menduar, po mendoja, por disa këngë anglisht nuk bini në punë, si për shembull Lider e Kyle Alessandro.
por në të vërtet e zgjodha një këngë shqipe, një këngë të kënduar që nga koha e komunizmit e që këndohet deri më sot. Cila ishte ajo këngë? Këngë kur këndoj për ty mojnon, por ajo këngë ishte kënduar edhe në festivalin e 35 të mbar kombëtar të këngës për fëmijë në vitin 1997 dhe ai version ishte kënduar nga Valmira Katana. Mundesh me këndu edhe ti sot për neve këtë këngë këtu në studion tonë? Po. E po dëgjoj me shumë kënaqësi. S'ka në botë më të mirë se sa ti moj nëna ime, sa e dashur, sa e lirë, sa punëtore dhe sa trime. Jeme në qurje drejtë dhe nga goja nxjerr veç mjalë, kënga jote rjedh nga zemra, sytë tu zhvështrim të qartë. Kënga jote rjedh nga zemra, sytë tu zhvështrim të qartë. Ti e det o det i gjërë, plot me ndjenja, ndërime, dashuri në përat dhe marrënjose nëna ime. Ti e det o det i gjërë, plot me ndjenja, ndërime, dashuri o përat dhe marrënjose nëna ime. Faleminderit shumë Uran, farë këngë e bukur. Të pyesim pak edhe nënën se si unë dje në ato momente kur e dëgjoj Uranin, duke kënduar këtë këngë kushtuar nënës. Ishte shumë emocion. Mirë po, më emocion thjesht isha, nuk po dija si ta shpreh, të them të vërtetën. Lot gëzimi kisha ato momente, po pe kemi pak vështirë sepse në shumicën e rasteve nuk po arrim t'i shijojmë këto, sepse atë ditë kur veç u lancu kënga, Urani në ato momente e kish një termin tjetër për në kors, dhe thjesht ishim vetëm me shokun, mirë po atë nuk e disha cilën do të ndëgjoj tekstin apo tamam të shikoj si Urani ka performu. Dhe si era par për çdo gjë që janë emocionet më të mëdha, ishte shumë emocion i mirë, po presim do të thotë edhe për lancimet të tjera, kështu që po shpresojmë që nuk do t'jetë e fundit. Po përse që tashmë Urani me këngën kushtuar nënës, se ndoshta kanë qenë edhe ato emocionet e tua, nëna foli për emocionet e veta, po për ty, si ka qenë si ndjenjë me i këndu nënës? Si kanë qenë i lumtur, shumë i lumtur që e ndjej veten sikur jam në një skenë kombëtare, dhe me publik të mbushur plot. Dhe aty e ndjeja veten. Por dua t'ju tregoj që tekstin e këngës e ka shkruar Skënder Tapia. Muzikën e realizoi Avni Mula, artisti i popullit. Orkestrimin e bëri Alfred Kaçinari, por t'ua të them që realizimin e ka bërë Avni Krasniqi, edhe e këndova unë, por verzioni original është bërë në 2 interpretime, nga Inva Mula dhe Ardit Gjebrea, si që thash edhe pak më parë. Pastaj, në 1997 e këndoi Valmira Katana. Pastaj u këndua nga shumë të tjerë, derisa erdhi radha ime për ta kënduar. E përshëndete edhe zotërin Avni Krasniqi prej studios, me cilin vetë ke realizu versionin tënë të këngës, apo jo? Si shkoj si bashkëpunim me të? Si bashkëpunim me të ka shkuar me të vërtet mirë. Edhe aty fillova të njeja veten si kur jam në një skenë të madhe. Kur po flasim për këto skenat,
e më dha. Folim pak edhe për disa prej artistëve shqiptar, për Nizmije Pagarushën e përmende, Violeta Regjipagiqin, Armend Regjipagiqin, Aida Barakun. Din do shtë edhe ndonjë këngë, ndonjë tekst të tyre që ka të pëlqen tek ta më shumë ti? Dua t'ju flas që ndonjë këngë që i kisha pasur, ta këndoja të Armend Regjipagiqit, ishte Betojmë në këngë. T'ua të këndoja me gjithë qejf. Po dëgjojmë edhe ne me shumë dëshirë. Asgjë nuk kam, pos këti kujtimi t'hidhur në ty, e më duhesh si kur uji, më duhesh si liria. A ka dikush që dashurin edhe si ti e lëndoj? A ka dikush në këtë qytet që dashurin si ti shëlmoj? E unë kur flas për dashuri, vetëm për ty di të flas. Gjelozi e thellë, kur fati u buzëqes qa njerëzve tjerë, asgjë nuk kam. Asgjë s'kam bet. Lagja jone ende flet për ne, nëna ime të ndem për shëndet, por asgjë s'kam bet. Vetëm kjo barë që e mbaj, tër botën mbi shpinë thua se kam, i lodhur jam. Dhe do të bie unë me mend një ditë kur fati ty të lë, por do jetë vonë dhe nëse vuan, pranë më kur do të më kesh në emër të kujtimeve, në emër të dashurisë, të dikush me shko nga mendja ime për gjithmonë. Betohem në këngë, në dy sytë e mi, kur jep dashuri me dashuri, së kthet s'ka ty drejtësi. Asgjë mes nesh, asgjë e shenjtë, urmë nuk ka gremin e thellë, neve na ndan. Betohem në këngë, në krenari, loti nga guri do të rjedh, më parë se do të rjedh nga sytë e mi, hëna si djel, do të na djek. Te ti pa krip do të mbetet shumë më parë, si që do të kthehem tek ti. Je i mrekullueshëm, Uran. Tregoj edhe nëna që nuk do ndalesh tash me pjesën e këngëve të reja, projekteve të reja. Ke në plan? Kam disa plane, por më parë dëshira të zgjidhja për rikëndim këngën Mami Mami që e këndoj Armend Regjipagiqi në Festivalin Evropian të këngësh në ish Jugoslavi, e cila u mbajt në Zadar të Kroacis më 1990, dhe aty kishte përfunduar në vendin e 6. Edhe ajo këngë kushtuar nënës, a? Por ishte një verzion ndryshe. Tekstin e kishte shkruar Aida Baraku, edhe nuk e di as kush e bëri muzikën e as orkestrimin kush e bëri. Vetëm ne di se tekstin e shkroi Aida Baraku dhe këndoi Armend Regjipagiqi, por e kishte thënë se kështu, në të vërtet, një prezantuesi i festivalit kishte thënë, autor teksta Aida Baraku, na stupiqe autoglazbe Armend Regjipagiq. Por në këtë gjus duat t'ju a them se do të turprohem. Sa i mirë. Herën e kaluar na ke tregu shumë edhe për kompozitorët të njohur ndërkombëtarisht, si për Beethoven, na ke tregu shumë për biografinë e tij. Po. Po flasim sot për ndonjë kompozitor tjetër? Nuk e di, por unë dua t'ju a flas më shumë informacione për Armend Regjipagiqin. Mirë, sot po fokusohemi te muzika shqipe, do të thotë. Po fokusohemi.
Mirë. Armend Recebovici kishte lindur në Prishtinë edhe ai, kur ishte i vogël, nëna e tij shikonte operën Rigoletto të Verdit, edhe atë e duronte si zhurmë në prapavi duke luajtur me lodrat e tij. Por më pas vjen ajo pjesa muzikore me 3 artistë, edhe për këtë arsye kishte lindur dëshira që ai të këndonte. Ai kishte marrë pjesë në shumë festivale, edhe është i martuar me Aida Barakun, edhe ka kënduar në 2 herë në festivalin e këngës në Radio Televizionin Shqiptar, një herë në vitin 1992, duke marrë pjesë me këngën Kalle Kalle, dhe në vitin 1996 në këngën Ti nuk më meriton. Tekstin e muzikën e bëri Armend Aida Baraku, se unë ngatrova, orkestrimin e bëri Armend Recebovici, edhe e ka kënduar në duet me Aida Baraku këngën, po ashtu edhe këngën Kalle Kalle. Përmendet edhe këtë pjesën e angazhimeve tjera që ka Urani, tregua që kurse gjatë gjithë kohës ka termine nga më të ndryshme, se janë ato aktivitetet tjera që po mirët aktualisht Urani. Urani 2 herë në javë të shkon në shkollë të muzikës, do të thotë tashmë si vjetë e ka dhe korin, do të thotë solfeggio, piano, kor, pastaj shkon në terapit muzikës, në disa kurse për do të thotë shtesë të shkollës. Se si që si ka dhe më herët tash klasa 6, po na duhet pak ma fuqishëm me marë, se edhe pse arsimtarët gjithë po mundohen të kuptojnë, i ka ato përparësit e veta Urani që i kemi pas shumë emocione se si do t'ja delë. Mirë po e kemi gjetë mirë kuptimin shumë të madhe dhe të mësimdhënësit. Njëjtën e ka edhe mbështetjen e shokëve, po thoj si gjithë shkollës, sepse të gjithë Urani ofrohet edhe si cili do të thotë jep ato që Urani kërkon. E kemi, e thash dhe më herët, jemi shumë si prind diçka që se kemi prit drejtën me thonë, se pri ku kemi fillu, do të thotë me terapia ABBA, me sfida shumë të mëdhaja, do të thotë para 8-9 viteve. Këto çdo gjë për neve si prind është një njërisie dhe shpesher dhe të kemi edhe të pamundur të menaxhojmë emocionet, sepse gjithçka do të thotë është në rrugën e duhur, edhe jemi falendërues të gjithë bashkëpunëtorëve që po qëndrojnë pranë Uranit. Në njëjtën kohë edhe gjithë ne që kemi fatin ta njohim Uranin, për shkak që sa herë takojmë, mësojmë shumë gjëra të reja prej tij, kështu që Uran po të falenderoj shumë që ishe sot pjesë e emisionit ton, për gjithçka që ndave me ne, edhe të presim prapë edhe pas lansimit të projekteve të reja, apo jo, do vish prapë? Faleminderit. Kalove mirë? Kalova shumë mirë. Të presim prapë dhe të përqafojmë të duam shumë. Faleminderit. Faleminderit edhe njerë zonja Hatixhe, ju presim prapë, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit juve.